A ndjesh se ndoshta je i mërzitshëm për shoqërinë, apo ti je në rregull me paqen që e ke me Zotin? Shumica kur ti foli, do të thonë, si nuk ban shumë me tepru për Islam, po kur çka e di e tham. Çka nuk e di shuj më mirë. Kur i kam folë do shoqënive se më kanë ngu gjithmonë shoqënia që e kam pas në shkollë, në të mesmen, më kanë dëgju do të thonë kanë respektu shumë. Se unë isha më shumë i përhap në për rrjete sociale dhe më dëgjojshin kej. Po kur folësha unë, njëri nuk më dilke me parë, do të thonë fjalat e para. Do të thonë, e pidit që unë e mohabetin, më njerë janë nishin dhe një fjalë tjetër. Ama me më respektu, më kanë respektu. Tash shumica janë s'kan arë me mume. Do të thonë, ju ka pëlqi ma shumë ti jeta tjetër. A do e do, elhamdulillah, janë ku janë mirë janë. Apet jam qëto shoqërie me ato. Cilat janë aspiratat e tua ose qëllimet e tua në jetë ashtu si 20 vjeçar? Çka planifikon të bësh në të ardhmen? Apo do të përqendrohesh vetëm ilahistë? Unë nashta punë tjetër muj me bo. Punë tjetër muj me bo. Amo ilahien derisa vdes nuk e nali. Ilahien kur se nali. Nashta e kam dinarin e fundit e kam gjep, çato shka i kam, njerë, derë, ja për ilahi. Se ja kam po hajrin, edhe më shumë. A ka përfitimet të mëdha nga ana financiare? Përfitimet më të mëdha, për veti po foli, për i klipit, nuk fiton shumë. Se tash, pikie 40.000 djeksa, specek mi sa të çmimin, po nuk fiton qatë shumë. Po fitimi më shumë të që është, kur ti je, dhe me thoni, i thirrur dikona për darsme islame, në për sinetije, në për xhamia, në për me vluda. A shfrytëzohet kjo pjesë si biznes? Biznes s'muj me thonë. Dhe me thonë unë çmimin shka e kam, në për darsme islame, vetëm sinetije edhe në darsme islame në i çmim. Në për me vluda, në për qelime, në për xhamia, nuk në i çmim. Ose dhe njëherë ndodh, jo ndodh, po shpesh herë më ka ndodh në për darsme islame, në për gjitha anët, më kanë thirr, qatë shpikam, qatë shpëdohet, qatë s'pëmuj ma shumë, qatë sa kije nderë, qatë shmuem 10 euro, mu s'mintereson paja. Mu m'intereson vetëm njerëzimin ta kam i tije. Nesër, mas nesër, një selam, një alikum selam. Ma shumë nuk duone. Se parja është vetëm një letër. A fjalla po jetë gjithmonë. E kështu që nuk e kam këshirë gjithmonë parën. Po, elhamdulillah, pak qëto 3 vitet e fundit, Zoti ma sjellë edhe një njeri Mërgim Gashin, menaxherin, shkam më përcjell, shkam mëson për ilahien, për trilerët, për klipin, për krejt që shdohet tek dohet, për tekstat, krejt për atina unë i kam.